E takova Amarildën në Casa di Quartiere të Cerstosës në Gjenova. Takimi ynë i parë kishte ndodhur disa javë më parë, kur në Piazza Matteotti ndesha rastësisht dhe fotografova protestën e komunitetit shqiptar në Gjenova, i cili nga larg kishte vendosur të mbështeste atë që në Shqipëri është pagëzuar si revolucioni i flamingove. Protestat nisën më 26 maj në fshatin Zvërnec dhe u shkaktuan nga fillimi i punimeve paraprake për ndërtimin e një resorti luksoz në ishullin e Sazanit, në lagunën e Nartës, një zonë të mbrojtur dhe pjesë e parkut kombëtar detar Karaburun Sazan. Prej këtu vjen edhe emri revolucioni i flamingove, pasi në këtë zonë jetojnë shumë flamingo roz. Projekti i resortit përfshin interesa të huaja dhe bujë të madhe shkaktoi zbulimi së pas fondit të investimit, që ndronte Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan. Investimi vlerësohet të arrijë në rreth 4 deri në 5 miliardë euro. Ai është autorizuar nga qeveria shqiptare, e drejtuar nga kryeministri Edi Rama, i cili në dhjetor 2025 i dha projektit statusin investim strategjik. Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë zyrtare ku i kërkon qeverisë shqiptare të shfuqizojë ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, duke vlerësuar se ato dobësojnë kontrollet mjedisore dhe kërcënojnë ekosisteme unike si laguna e Vjosnartës. Edhe Komisioni Evropian në raportet e tij për përparimin e Shqipërisë e ka paralajmëruar Tiranën se çrregullimi i mbrojtjes mjedisore bien ndesh me kërkesat e shtetit të së drejtës dhe standardet e BE-s për mjedisin dhe ndryshimet klimatike, duke rrezikuar të ngadalsojë ose pengojë procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Mendoj se është e rëndësishme të nisim me pak histori personale. Na trego për origjinën tënde dhe si mbërritën në Itali. Kam lindur në Martanesh, një fshat i vogël malor rreth një orë larg Tiranës. Detin e zbulova vetëm në moshën 10 vjeçare, kur në vitin 2000 u transferuam në Itali, pak pas ngjarjeve dramatike të vitit 1997. Babai im kishte ikur i pari. Fillimisht gjeti punë në serat e kazertës dhe më pas u zhvendos në Gjenova, ku punoi në sektorin e ndërtimit. Sapo u bë mundur, ju bashkuam unë dhe nëna ime. Është histori klasike e diasporës shqiptare të atij brezi. Babai hap rrugën dhe pasi stabilizohet, familja bashkohet me të. Çfarë kujton nga vitet e tranzicionit pas komunizmit në Shqipëri? I kujtoj të gjitha shumë qartë. Vinim nga një diktaturë komuniste jashtëzakonisht represive, ajo e Enver Hoxhës, një regjim totalitar që e çoi vendin në varfëri ekstreme dhe izolim. Kur regjimi ra, ekzistonte iluzioni se liria do të sillte menjëherë mirëqenie, por në vend të saj erdhi kaosi. Ne kishim mësuar ta shihnim Italinë dhe perëndimin si parajs, duke kapur sinjalin e Rai Uno dhe duke ndjekur festivalin e Sanremos. Prisni mirëqenien, por tranzicioni nuk shkoi siç kishim imagjinuar, duke mos pasur asnjë njohuri për edukim financiar dhe tregun e lirë. Popullata u përfshi nga iluzioni i fitimit të shpejtë. Në vitet 92-93 u krijuan disa kompani investimi që funksiononin sipas skemës klasike piramidale. Mbaj mend se njerëzit, burra nga 15 deri në 50 vjeç, nisën të plaçkisnin depot dhe magazinat ushtarake pasi këto firma i gënjyen shqiptarët se do të arrinin nga 100 apo 300% në muaj fitim. Ishte ky dëshpërim që shtyu mira njerëz drejt anijeve, siç ndodhi me e famshmja Vlora. Kërkoi vetëm një rrugë shpëtimi drejt Italisë. Sot flitet për gjeneratën e dytë dhe të tretë. Në çfarë pike ndodhet komuniteti shqiptar? Mendoj se faza e integrimit është kapërcyer me sukses nga prindërit tanë. Sot ndodhemi në udhkryq, rrezikojmë asimilitetin total. Ose mund të zgjedhim të jemi aktiv në territor, duke ruajtur rrënjët, traditat dhe gjuhën tonë. Shqipja është një gjuhë e lashtë, jo indo-evropiane, me një deg të veçantë. Humbja e saj do të ishte një mëkat, sidomos duke pasur parasysh se sot ka më shumë shqiptar në diasporë, rreth 5 milion, sesa në shtetin e origjinës, rreth 2 milion. Si lindi ideja për të krijuar një shoqat në Gjenova dhe pse e quajtot Jonus? Ideja lindi gjatë Erasmusit tim në Alicante, ku pash se si qyteti i jepte vlerë zakoneve dhe traditave të veta, përmes festës së Las Hogueras. Mendova edhe ne kemi një pasuri të jashtëzakonshme. Pse të mos e tregojmë? Pak më vonë u takova me rrjetin e Illyrian Brains, një rrjet profesionistësh të rinj shqiptar, duke marrë pjesë në këto aktivitete mes Milanos dhe Gjenovës. Pata mundësinë të diskutoj me vajza të tjera shqiptare dhe kuptuam se ekzistonte vullneti për të realizuar një projekt që reziston kohës. Kështu lindi Jonus. Qëllimi është të ofrojmë një hapësirë ku më të vegjëlit të mos turpërohen dhe të flasin gjuhën e tyre amtare, por ta jetojmë atë si një pasuri kulturore të integruar me identitetin e tyre italian. Brenda vetëm një viti, kemi arritur mbi 80 antarë. Shqipëria sot paraqitet si një destinacion turistik me ekspansion të madh, cili është realiteti prapa kësaj fasade. Në mandatin e tij të katërt të rresht, kryeministri Edi Rama ka qenë i shkathët në planin e marrëdhënieve ndërkombëtare, duke projektuar imazhin e një vendi modern, dinamik dhe turistik. Por ekziston edhe ana tjetër e medaljes. Betonizimi agresiv nuk përkon me një rritje reale të pagave apo të mirëqenies së përgjithshme. Paga bazë sillet nga 400 rreth 500 euro në muaj, përballë një kostoje jetese të krahasueshme me atë të Italisë. Si funksionojnë shërbimet publike si
shëndetësia dhe arsimi. Spitalet dhe universitetet shtetërore janë në kolaps, që nga viti 2000 ka patur investime të mëdha private të huaja, që kanë hapur klinika dhe universitete private. Kjo ka thithur burimet, kërkimin shkencor dhe mjekët më të mirë drejt sektorit privat. Kush ka mundësi financiare jeton shumë mirë, por shumica e popullsisë, punëtor, murator, kamarier, punonjës të call centerave, mbeten të përjashtuar nga kjo mirëqenie. Për më tepër mbeten të forta logjikat klienteliste të trashëguara nga e kaluara, pas eksera apo mbështetje. Për të rinjt me aftësi është jashtëzakonisht e vështirë të ecin përpara. Në këtë kuadër futen edhe protestat e fundit në Tiranë dhe në Bregdet. Çfarë nxiti mobilizimin? Inati që shpërtheu në sheshe nuk ka të bëjë vetëm me projekte të mëdha turistike në zonat e mbrojtura apo investimet spekulative, sa ishte rezorti lidhur me Trumpin. Ajo është vetëm pika që derdhi gotën e mbushur plot nga zhgënjimi dhe korrupsioni. Pensionet në Shqipëri janë rreth 100 euro dhe shërbimet janë minimale. Kur komuniteteve lokale ju rrethuan plazhet apo ju shpërndësuan pronat pa transparencë, pa konsulencë publike, duke shkelur edhe mbrojtjen që garantonte ligji për zonat e mbrojtura, pati një zgjim popullor. A ka ndonjë episod simbolik që e shënoi këtë protest? Po, momenti kur një vajzë, Brunela Mërtiri, përballë rrethimeve dhe mjeteve të ndërtimit, bërtiti gjithë vuajtjen e një populli duke thënë: "Mjaft, po ju marrin edhe shtëpinë. Çfarë prisnin që të zgjoheni?" Ajo video dhe imazhet e banorëve që të riqeshin zvarr nga forcat e rendit shkaktuan një reaksion zinxhir. Sheshet mbushen prej më shumë se 70 netësh me radhë. Cili është roli i diasporës shqiptare në këtë moment historik? Diaspora mbështet ekonomikisht Shqipërinë përmes dërgesave financiare, remitancave. Por po të ndërpriteshin këto flukse parash, ekonomia kombëtare do të rrezikonte kolapsin. Por ne nuk duam të konsiderohemi thjesht si një bankomat apo si numra, ne duam të kemi peshë. Për këtë arsye, diaspora është mobilizuar në shumë qytete italiane: Genova, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Rom, si edhe në pjesën tjetër të botës me letra të hapura dhe manifestime. Kërkojmë transparencë, respektim të rregullave demokratike dhe mbrojtjen e pasurisë tonë natyrore e kulturore.